ne jemi kundër, zoti kryetar, që ju ta ktheni këtë parlament në një noter të ligjeve që do Edi Rama. Ne jemi kundër, zoti kryetar, që mos të futen në rend parlamentar projekt ligje që kërkon Bashkimi Evropian dhe protestuesit që kanë 51 ditë sot që kërkojnë reflektim, dorëheqjen e Edi Ramës, shfuqizimin e ligjeve, një qeveri tranzitore. Ne jemi kundër që ky parlament të komandohet vetëm për interesat e oligarkëve, vetëm për interesat e investimeve strategjike, vetëm për interesat e betonizimit dhe vetëm për interesat e pasurimit të një grushti njerëzish. Ne jemi kundër që të shkelet kushtetuta e Republikës Shqipërisë si ju do qefi juve, duke parashikuar si emergjencë dhe nevoj koncertin e Kanye West për t'i dhënë 4.3 milion euro nga taksat e qytetarëve shqiptar për ahengje. Ne jemi kundër, zoti kryetar, sa herë që ky parlament voton për të vjedhur taksat e shqiptarëve, sa herë kalon projekt ligje të cilat i shërbejnë një grushti njerëzish si projekt ligji për porte turistike. Ne jemi kundër që ju t'i hidhni hysyve Bashkimit Evropian dhe t'i thoni që po shfuqizohet ligji i investimeve strategjike, ndërkohë që keni bërë një seri ligjesh të tjera bazuar në atë që dhuroni privilegje për investitorët ekzistus dhe që mendoni ta fusni në një ligj tjetër të njëjtën procedurë. Ne jemi kundër që ky parlament të jetë një parlament kukull. Ne duam që të kthehemi dhe të diskutojmë për interesin e protestuesve, për interesin e qytetarëve, të futen ligjet dhe të diskutohen, dhe të keni kurajon dhe të votoni kundër, siç keni shprehur në të gjitha komisionet dhe nuk i fusni në renditje për